Ajo që propagandohej si arritja e madhe e infrastrukturës shqiptare, ku distanca mes Tiranës dhe Korçës do të përshkohej për vetëm 1 orë e gjysmë, është kthyer sot në një makth kombëtar dhe në dëshminë më të pastër të rënies së shtetit përballë babëzisë. Sot, aksi kryesor që lidh kryeqytetin me juglindjen përmes Librazhdit nuk ekziston më. Ai është i mbyllur, i gjymtuar dhe i dorëzuar përpara punimeve skandaloze. Situata në terren i ngjan një zonë lufte dhe jo një kantier i modern. Nga ana tjetër, projekti i shumë përfolur Qukës Qaf Ploçe, që supozohej të ishte shpëtimi i udhëtarëve, sot numëron të paktën 7 pika kritike, ku asfalte e vera shemben pa pushim. Kjo rrugë, e mbetur në mes të rrugës prej vitesh, sot guxohet të shkelet vetëm nga shofer aventurier, që sfidojnë fatin, ndërkohë që ndërhyrjet e ashtu quajtura për korridorin e NATO-s po shkatrojnë edhe ato pak pjesë të rrugës ekzistuese që kishin mbetur në këmbë. Ironia arrin kulmin me udhëzimet e fundit për transportin e rënd. Për të mbërritur në Tiranë, kamionet e mallrave janë të detyruar të ndjekin një itinerar absurd: Qafthan, Shkup, Prishtinë, Kukës, Tiranë. Një rrugtim që dikur bëhej për 3 orë, tashmë zgjat mbi 12 orë, duke e kthyer Shqipërinë në një ishull të izoluar brenda vetvetes. Kjo nuk është më thjesht çështje pa aftësie apo korrupsioni të rëndomt me tendera. Kjo që po ndodh me projektet nën drejtimin e Ministrisë së Belinda Ballukut, ngjan me një kontroll total të shtetit nga oligarkia, ku parat publike treten në rrugë që shemben ende pa u përuruar. Nuk kemi të bëjmë vetëm me asfalt të qarë, por me një sistem institucional që ka rënë në tokë, duke sakrifikuar sigurinë e qytetarëve dhe ekonominë e një rajoni të tërë për interesa që nuk kanë asnjë lidhje me interesin publik.